Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët prap në kanalin tim këtu në YouTube. Për ata që nuk më njohin ende, du ta bëj një prezantim të shkurt. Unë jam Fiqërie Gagica Stojkaj, jam nane 4 fëmijëve dhe me profesion jam hipnoterapiste e diplomuar dhe e certifikuar, si edhe mentore e zhvillimit shpirtëror. Në videon e fundit në YouTube unë kam folur shumë. Kam folë për harmoninë në shtëpi, sa është e rëndësishme të kemi harmoninë në shtëpi. Ndoshta je njeri spiritual, ndoshta jo, por ndoshta ke dëshirë me arrit qëllimet e tua, ndoshta ke vizione, si krejt njerëzit është shumë normale, po nëse na dojmë me manifestu normalisht që është shumë e rëndësishme, na kemi energji lartë. Do më thonë, energji të lartë, sepse ne njerëzit kur vim këtë botë, ne vim me një energji të lartë. Por e humbim energjin duke na u kriju frika, duke pos dyshime, duke mos besu edhe në të padukshme, edhe natyrisht duke pos problemet ndryshme. Pra, pse kam folë për harmoninë në shtëpi, është pikërisht kjo. Nëse ne duam vërtet të kemi një jetë mirë, të arrim ëndrat tona, të jemi të lumtur, të jemi të përmbushur, natyrisht, nëse kemi familje është fjala. Unë po flas për familjen këtë aspekt. Është shumë e rëndësishme që na të fillojmë në shtëpinë tonë. Pra, çish kam folë më herët për harmoninë në shtëpi, sot po du me folë se si është pra që të kemi harmoninë në shtëpi, edhe si mbohet harmonia, edhe kush duhet më shumë me dhonë për me pas harmoninë në shtëpi, edhe çka është roli i secilit, roli nonës, roli babës, roli fëmijëve. Unë nuk po shkoj më larg, do të thonë po filloj nga nona, nga baba. Edhe me që pra shumë e rëndësishme që kemi jetë mirë, të rritim fëmijë të shëndetshëm që më vonë mos kemi nevojë fëmijët tonë të dërgojmë në për terapi të ndryshme, në për doktor të ndryshëm, që thjesht kemi fëmijë të shëndetshëm, të lumtur, që të kenë financat mira, që një kohë ta gjojnë një partner të mirë, të jenë të pasur, të jenë të suksesshëm, siç i don secili prind pra. Edhe pra, çka do me thonë është kjo, se sa duhet me dhonë se cilin familjen e vetë, cili e ka rolin e vetë, që duhet me lujt në shtëpinë e vetë për me pas një shtëpi me harmoni, që me qenë fëmijët e lumtur, që me qenë nona e lumtur, që me qenë burri i lumtur, që me qenë do me thonë bashkarisht, sepse këtu fillon nga nona, nga baba, nga fëmijët. Pastaj vinë edhe ato tjertë, familjarë të gjërë, po këtu është thelbi, kjo është baza pra. Atëherë sot kam zgjedhur me fol për nonën, roli i nonës, sepse roli i nonës, natyrisht secili ka rolin e vet, por roli i nonës është shumë i rëndësishëm. Duke fillu pra nga unë, nga nona ime që mu më ka lind, më ka rrit edhe më ka kriju kjo që jam, me frika, pa frika, e guximshme, e pa guximshme, gjitha këto kanë fillu spari nga nona ime. Masandaj vjen babaj, masandaj vjen vëllezrit, motrat, rrethi i gjerë e kështu me radhë, po shumë është e rëndësishme se si nona e jonë merret me neve, pra tërsi nonat, roli i tyre ndaj fëmijëve tyre. Pra roli i nonës, nona shifet një farë mënyre si Zot. Njerëzit kur janë në situatat më të vështira ose edhe kur janë shumë të lumtur, thojnë oj nona ime. Pse është kjo kështu? Nona vërtet për fëmijët e saj, deri në një moshë të caktuar, është vetë Zoti. Sepse një fëmijë i vogël nuk din ende ta bëjë dallimin e nonës edhe të Zotit. Nuk e din që ka diçka më të fuqishme edhe më të madhe se sa nonën. Pra, nona në këtë rast e merr rolin e Zotit tek fëmia. Nona nuk është përgjegjëse, nuk është vetëm për ta krijuar një fëmijë për ta sjellë në këtë botë. Nuk është vetëm për ta mbajtur në barkë 9 muaj për ta sjellë në këtë botë, për t'i dhënë me hongër me pi, për t'i dhënë për të kujdesur për rroba,
Pra, vetëm në atë anën fizike. Nana është shumë e rëndësishme për botën emocionale të fëmisë. Është shumë e rëndësishme. Një fëmijë don me u ndi i sigurt. Një fëmijë don me u ndi i kuptuar. Një fëmijë don pra me ditë që kur unë shkoj në shtëpi e kam një nanë që më pret, që më do, që më kupton, që unë munde me bisedu me to. Kjo është pra shumë e rëndësishme. Tani nëse në një shtëpi nuk ka harmoni, unë po flas ndoshta për këtë anë negative, sepse njerëzit që kanë harmoni në shtëpi ndoshta nuk do të kenë nevojë hiç ta ndëgjojnë këtë video, sepse e din ta menaxhojnë vetë. Por nëse në një shtëpi nuk ka harmoni, pra, nëse nëna, babaj nuk kanë raporte të mira mes vete, sepse zakonisht gjithmonë fillon këtu. Kjo mos lumturia, kjo martesa jo e lumtur, do më thonë, natyrisht që ka shumë ndikim tek fëmijët dhe problemet financiare, problemet me njerëz ndryshëm, me punën, me shëndetin, me gjitha këto ndikon shumë te fëmija. Nëse një nanë tani nuk ndihet mirë, nuk ka raporte të mira me burrin, nuk është e suksesshme. E suksesshme në çka është fjala? Ndoshta ashtu siç e ndjen vetë një nanë. Ajo një nanë është pra në mungesë edhe nuk ka kapacitet për me dhonë fëmijës vetë dashurit mjaftueshme. Ose ndoshta është një nanë e pavetdijshme dhe se kupton fare hiç botën e emocioneve, atë dimenzionin e katërt, edhe thjesht përfshihet nga programet, nga jeta e përditshme që mendon që është. Pra, nuk din me bo dallimin mes dimenzionit 3 dhe 4. Dimensioni 3 është kjo pjesa e vetëdijshme. Tani, ti që po më shiqon mu këto, je në dimensionin e 3, po e merr një informacion, je i vetëdijshëm, më dëgjon, më shiqon, janë shqisat, kjo është dimensioni 3. Kurse dimensioni i 4 është mendimet tona, efekti i tyre, efekti i ndjenjes, i emocionit, sepse ne me mendime dhe me emocione krijojmë, sepse këto na çojnë neve në veprime, ne me mendime dhe emocione e përcaktojmë energjinë tonë, energji të ulët, energji të lartë. Tani nëse në një shtëpi nuk ka harmoni, pra nona këtu është jo lumtur dhe ajo nuk ka kapacitet, pra do shtas nuk ka dëshirë, ajo thjesht funksionon edhe mendon që unë jam duke ju dhënë fëmijëve të mi mjaftueshëm. Ka edhe shumë nana për fat keq që hynë në martesa apo kanë fëmijë të padëshiruar në jetën e tyre. Edhe disa nana mendojnë që dashuria shprehet përmes të ushqyerit, pra përmes rrobave, përmes do më thonë thjesht mendojnë që jam këtu, unë po funksionoj për fëmijët e mi, edhe tani kanë pritshmëri për fëmijët e tyre. Krijohen pritshmëri nga nona për fëmijën e vet. Pra një nanë që nuk ndihet e lumtur, ajo fillon me i fajsu fëmijët e vet. Nuk ju jep pra dashurit mjaftueshme. Nuk është në gjendje asnjëherë, sepse ajo vetë është mungesë dhe vetë është në energji të ulët, nuk është në gjendje me pyet një fëmijë se si ishte dita jote sot, sepse edhe fëmijët ballafaqohen me vështirësitë e tyre. Pra nuk është në gjendje me pyet fëmijën e vet si ishte dita jote sot, si kalove sot në shkollë. Pra nuk e kupton botën e fëmijës fare, sepse jepet dashuria në këtë mënyrë. Nuk ju japin fëmijëve dashuri, nuk ju japin fëmijëve liri, nuk ju besojnë atyre. Flasin për problemet në shtëpi, pra pa e vërejtur fare që janë duke e dëmtuar direkt botën e fëmijët. Nuk i lojnë fëmijët me fol, ndoshta në një shtëpi ku ka përplasje mes partnerëve, aty fëmija as që dëgjohet,
as që shiqohet, i dërgojnë dhoma dhe nuk merren me ta. Ai fëmijë, bota e tij vjen duke u zvogëluar. Bota e këtij fëmijës vjen duke u bërë më rrezikshme se çdo herë. Ai fëmijë nuk ndihet më i sigurt në shtëpinë e vet. Ai fëmijë nuk ndihet i ndëgjuar nga nona. Ai fëmijë nuk ndihet i shikuar nga nona. Bile edhe këta fëmijë kanë bile edhe dëmshuri ndaj nonës, sepse e ndjejnë veten në faj, e ndjejnë veten që janë duke mos mujtur pra t'i ndihmojnë nonës, e ndjejnë veten edhe në faj. Pra, te këta fëmijë krijohet një botë brenda tyre, një botë e rrezikshme, që kjo botë pra nuk qenë ka e sigurt, sepse çdo herë pra që nga lindja fëmijët apo para lindjes fëmiu kur është në barkun e nënës, ai fëmijë është i mbrojtur. Ai fëmijë i ka gjitha aty që i duhet. Dhe tani kur lind vjen në këtë botë, e para gjë që i mungon atij fëmijut është ndarja nga nona. Më përpara, kur unë kam qenë më re, i kam përcjell shumë nona, fëmijët e tyre që i kanë pas fëmijët lindur, posa lindur, edhe që i kanë ushqyer përmes xhirit tyre. Më kujtohet si sot kur kam qenë e vogël që i kanë pa disa nona, kanë qajt fëmijët edhe ato kanë mendu që fëmija i tyre po qanë sepse është i uritur. Nonat që s'kan qenë vetëdijshme për fat keq në atë kohë, e kanë marrë fëmijën, e kanë ushqyer. Kanë mendu që janë vetëm të uritur, por nuk e kanë kuptuar që ai fëmijë don vetëm sigurinë e nonës, sepse kanë frikë, pra, dhe si të largohen nga nona, ata e ndjejnë veten pa sigurt, sepse ne nonat, pra, që thash edhe më herët, ne jemi zoti për fëmijët deri në moshën 7 vjeçare, ashtu kështu fëmijët tonë neve na shohin si zotin vet. Sepse ne jemi të lidhur jo vetëm fizikisht. Kur ta mendosh, kemi qenë fëmijë në barkun e nënës, domethënë ti e kriju prej një trup tjetër. Tani këtu ndodh vetëm ndarja fizike mbas lindjes, por energjetikisht ne jemi të lidhur direkt me nonën. Pra fëmijët tonë me neve apo neve me nonat tona. Pra deri në moshën 7 vjeçare, direkt ndikon nona tek fëmijët, emocioni, mendimet, edhe gjitha këto fëmija i ndjen. Edhe kjo është pra që nuk e di a keni përjetuar ju ndonjëherë vet, apo ndoshta keni dëgjuar edhe nga rrethi i juve. Unë personalisht e kam përjetuar këtë kur kam qenë në punë, që kam punuar 100%, se në atë kohë më është dashur të punoj patjetër. Kur e kam pas vajzen, ajo mundem me thonë që vetëm e smur ka qenë. Unë më shumë kam qëndruar në spital me të se sa të shtëpia. Për çfarë arsye, ajo e ka ndje stresin tim, e ka ndje lodhjen time, e ka ndje energjinë time tult. Dhe une vetëm kam funksionu në atë kohë, kam shku në shtëpi, kam shku në punë, kam shku në shtëpi, kam shku në punë. Nuk kam mujt që t'i jap dashurit mjaftueshme, aq sa ju ka dasht fëmiu tim, sepse fëmijët kanë nevojë shumë për dashuri. Edhe pse ndonjëherë neve na duket që nuk ka nevojë, ai fëmijë ka shumë nevojë. Bile, kur ne mendojmë që më së paku ka nevojë, atëherë ata ka nevojë më shumëti. Edhe ndoshta e keni përjetu vet, ose e keni ndëgjuar nga të tjerë që shumë fëmijë kur shkojnë, nuk duan shkojnë të bien në gjumë, sepse nuk kanë marrë dashurit mjaftueshme. Një fëmijë që merr dashurit mjaftueshme, sidomos nga nona, pra, se tani jam duke folur për nonën, kur merr dashurit mjaftueshme gjatë ditës, ndihet i dëgjuar, ndihet i shikuar, ndihet i pranuar nga nona. Kur shkon në shtrat, ai nuk e ka problem të flej, sepse e ndjen prezencën e nonës.
Prezenca e nonës nuk është pra thjesht vetëm me qenë në shtëpi, me të posh fëmiu në për shtëpi. Ai don që ti ndonjëherë thjesht t'i lësh gjitha, t'ulesh edhe flasësh me te, edhe t'i spjegosh, edhe të ndihet thjesht i kuptuar. Thjesht ndihet i kuptuar. Sa nona në kohën e sotme duan t'dalin jashtë, duan t'jenë më shoqe sa më shumë, pra thjesht ta shijojnë veten e tyre, sepse shumë nona në kohën e sotme, edhe me që është koha në atë mënyrë natyrisht, se na duhen edhe financat, por që është thjesht e rëndësishme që të vedisohemi edhe ta kuptojmë, a mundem unë të kem edhe fëmijë, të kem edhe karrierë, të kem edhe kohë për të dalur, për të zbavitur jashtë, të kem kohë edhe për partnerin, për gjitha këto pra. A mundem? Është e vështirë, sepse nuk kemi aq shumë energji që ta arrijmë këtë gjë që t'jemi për fëmijët, për partnerin, për dalur jashtë, për të punuar, për gjitha këto. Është e rëndë, është pothuajse e pamundshme, ndoshta mundemi për një kohë të shkurtë, po jo për një kohë të gjatë. Edhe mos të harrojmë se ne jemi model për fëmijët, sidomos ne nënat, sepse ne jemi ato që energjetikisht e para kemi ndikim mbi ato, me fjalët tona, me veprimet tona, me sjelljet në përgjithësi, jemi direkt ndikues në fëmijët e tonë. Pra, t'i krijojmë vetes një farlloj imazhi edhe çfarë dua unë t'i jap fëmijët tim. Pra, ta gjejmë thjesht një mënyrë që unë t'jam mirë, unë të mundem t'ja jap fëmijët tim më të mirën, por edhe fëmija im ta kuptoj, të ndihet pra mirë, të ndihet i lumtur, të ndihet i dëgjuar, i respektuar, sepse edhe fëmija don respekt. Jo vetëm ne. Dhe sidomos, se gati e pas kam harruar këtë, se kisha mujt flas me orë të tëra për këtë, po unë po mundohem sa më shumë me mbledh atë më të rëndësishme. Sidomos, t'ja japim fëmijët tonë drejten ndonjëherë me u shpreh, me thonat e që e kanë ta thujnë. Edhe të krijojnë besim me neve. Mos t'kenë frikë ata me na tregu neve gjëra. Mos t'kenë frikë me i tregu edhe gabimet e tyre. Pra që ne nënat, se jam duke folë vetëm për nënat sot, se do të bi edhe për rolin e babës, por që ne nënat ta duam fëmijën tonë me gabime, pa gabime. Bile, unë personalisht, me që jam nona 4 fëmijëve dhe i kam në mosha të ndryshme, unë fëmijët e mi, bashkë edhe kur gabojnë, unë ju thëm. Edhe më shumë unë flas me ta, edhe më shumë shprehi dashurinë ndaj tyre kur gabojnë. Jo vetëm kur i plotsojnë, si them tashtit, pritshmëritë e mia, por edhe kur gabojnë. A e dini sa është e rëndësishme kjo që kur fëmia yt gabon, edhe ti në atë moment sinon i thu, hej, ke gabuar, është krejt në rregull. Unë ty të dua kështu si je edhe mbaroj. Ti ke gabuar, është shumë normale sepse je një njeri. Dhe unë ty të dua kështu si je. Unë nuk të dua ty vetëm kur je i mirë, ose kur ke vepru, kur ke bo një veprim të mirë. Jo, dhe sidomos me notat, jo t'i duam fëmijët tonë vetëm kur ta sjell një notë mirë në shtëpi. A e dini se sa ndikim të madh ka kjo në zhvillimin e fëmijës, në vetë dashurinë e fëmijës, sepse pikërisht këtu ne mundemi ose t'ja shkatërrojmë vetë dashurinë fëmijët tonë, ose t'ja rritim vetë dashurinë. Çka ndodh kur ne fëmijët tonë i thuam në gabimin që e ka bërë, sepse gabimet duhen të jenë prezent në jetë, sepse ata ndryshe nuk zhvillohen, nuk munden me kuptu të mirën mes të keqes.
gabimet janë gjithmonë për të rritur. Nëse po gabon fëmiu yt çdo herë, jo me ju kthy fëmijës edhe me thonë me qortu edhe me akuzu ndaj gabimeve të veta, po pyete veten s'pare çka je duke bo, ti gabim si non. Unë e di që nuk është lehtë, don shumë fuqi, forcë për me qenë çdo herë mirë me fëmin, me qenë i butë, me qenë i sjellshëm, nuk është lehtë sepse unë jam vetë non pra. Amo, edhe nuk duhet paraqitem të fortë para tyre. Të paraqitemi vetja si jemi, ashtu, me gabime, pa gabime, edhe ne si nona vetë. Por, që të flasim, të komunikojmë, pra ta kenë guximin me u shpreh. Edhe nëse ta thuan ndonjëherë një fjalë që ty nuk të pëlqen, thuj, hej, mu kjo fjalë nuk më pëlqej tani, po e di që nuk është kjo vetja jote e vërtet që ma thot, është e ke nga mlefi, nga se ndoshta e ka pas një ditë keqe. Po një fëmijë, nëse ti nuk e ndëgjon asnjëherë, nëse nuk ulesh me bisedu me ta, nëse nuk e len me u shpreh, sigurisht që ka me ta kthy fjalën shumë shpesh. Edhe kjo bileqon në përplasje të mëdha. Edhe këtu ndodh konflikti masandej. Pasojat e kësaj, kur ne si nona pra nuk jemi prezent për fëmijën, nuk e ndëgjojmë fëmijën, nuk e marrim seriozisht, e dërgojmë në dhomë, ose ne vetë jemi, sepse unë njoh edhe shumë nona që vërtet janë shumë të pa përgjegjshme për fëmijët e tyre. Dalin jashtë, të më thonë janë, edhe unë dal, jo të më keq kuptoni, edhe unë dal. Amo ta krijojmë një farloj plani, një organizim që për secilin që as njoni mos preket emocionalisht, as nona, as fëmiu, sepse normal edhe një non duhet ketë kohë për vete, ne nuk mundemi veç me dhonë. Bile, t'jemi prioritet i vetës tonë, t'jemi sparit mendojmë për veten, sparit ndihemi ne mirë, sepse kur ndihemi ne mirë, kur kujdesemi për veten, ne kemi më shumë dhënë. Por sa nona pra, nuk e kanë marrë atë dashurinë e mjaftueshme siç po mundohem tani unë ta shpjegoj rolin e nonës, sepse kjo ka ndodhur me neve, me ty ndoshta. Nona jote ndoshta nuk ta ka dhënë ty atë dashurinë që e ke dashur. Tani ti nuk e ke dashurinë e mjaftueshme. Tu ka dhënë ajo dashuria që ke pas nevojë. Dhe në mënyrë të pavetdijshme, ti e dashur shikuese apo po folin tërsi, nuk mundesh me ia dhënë fëmijët tonë dashurinë që të ka mungu ty nga nona jote. Dhe në këtë mënyrë, pra, ne e dëmtojmë fëmijën tonë. Ai fëmijë ndihet pra i pasigurt. Ai fëmijë e shef botën si të ndorë, ka frikë për njerëzve, ka frikë të flasë me tjerët, ka frikë edhe në shkollë të punoj në grupe, ta thot mendimin e vet, e të mbrohet. Sa fëmijë bullizohen për këtë arsye, sepse s'kan dashuri mjaftueshme. Sepse kur nuk marrin dashuri nga nona, ata fillojnë ta sabotojnë veten. Pra, nëse për shembull unë me hipnozën që punoj, çdo herë duhet të futem të punoj me fëmijën e mbrëmshëm, sepse ai fëmijë i vogël mbrenda secilit, unë për shembull si kjo që jam tani, si fiqëria, ekziston një fiqëri e vogël brenda meje. Tani, po sikur të mos kisha punuar unë me atë fiqërinë e vogël, ajo do të ishte ndjerë çdo herë e pasigurt. S'do të kish pas guxim të shprehet, nuk do të kish pas guxim as tani me dal këtu edhe me bu këtë video, sepse ajo kish pas dyshime mrena vetës. Kish mendu që nuk është e mirë mjaftueshme, sepse nëse nona jote s'ka ndëgju ty, kur ke qenë i vogël, ti ki me undi, jo i mirë, nëse të kanë kritiku dhe sidomos për fat keq tek ne shqiptarë ndodh kjo shumë, të gjithë, po tek ne mduket që është ekstrem. Fëmijën nuk e ndëgjon kërkush, edhe unë këtë vet e kam testu se disa herë me fëmijët e mi, duke i po tjerë se si reagojnë me ta, se si sillen me ta, se sa i respektojnë fëmijët. Fëmijën nuk e respektojnë, po thuja se kërkush hiç. Dhe sidomos me pyet si po ndihesh emocionalisht,
nuk kam dëgju, ndoshta ka, por vetëm nga ata që vërtet janë vetëdijshëm, punojnë me vetdijen. Pra, nëse kjo fiqëria brenda meje ndihet e pasigurt, e shtypur, atëherë nuk delti me fol para njerëzve, nuk mundesh ta bësh. Atëherë këtu janë bllokime, që ti pra çka je ty bo? Vet ti sinon, je duke shkatruar fëmijën tënd. Je duke shkatruar fëmijën tënd. Edhe ai fëmijë rritet, edhe ndoshta del në shtëpinë e vet. Një ku ka me kriju familjen e vet ndoshta, po gjithmonë ka me pas probleme. Ka me pas probleme me partnerin, ka me pas probleme me financa, nuk ka me u rahatu me punën e vet, ka me undje bosh mrena vetes. Do më thonë, edhe smundje fizike, edhe kështu me radhë. Krejt kjo është nga mungesa e dashurisë, pra nga ajo që nuk ja ka dhënë nona vet. Pra, sa është e rëndësishme që ne të kujdesemi në shtëpitë tona, sa qenë ka rëndësishme që të kemi raportet mira mes veti. Sepse normal që nuk është lehtë me dhënë dashuri kur nuk ke dashuri. Po sa qenë ka rëndësishme me u vedisu, tani edhe ti si non që po ndëgjon këtë video, nëse këto fjalë që unë i kam thonë tani, të prej këty dikund, po reflekton si e vërtet, atëherë lutem fillo edhe puno me veten tënde. Shërohu në mënyrë që ti ndërprejmë ato programet, sepse kjo quhet epigenetik, që shkon program mas programi. Unë për shembull e kam edukatën e nonës time, e kam programin nga ajo, i kam bindjet nga ajo, sepse kur nona pra nuk t'jep dashuri, ti mendon që nuk je, ty të krijohet një bindje që ti nuk je i mirë mjaftueshëm. Dhe sa është kjo e rëndësishme tani për me manifestu. Sa është e rëndësishme që ti me guxu me u shpreh. Sa është e rëndësishme që ti me guxu me kap një telefon, me pyet, hey, a mundem une me apliku, me bo një aplikim, apo çfarë do qoftë tjetër. Sa është e rëndësishme që të guxojmë të shprehemi. Jashtëzakonisht. Nëse ne nuk kemi guxim të flasim, ne jemi të bllokuar, sepse gjithçka fillon me të folur, me komunikim. Unë nëse nuk flas tani në këtë video, si mundem unë me ndo këtë informacion me të tjerët, nuk kisha mujt, s'mundem. Pra, të shprehurit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe për të guxuar me u shpreh, pra me fol, kjo vjen duke e dashur veten, duke e pranuar veten, duke mos u krahazuar me të tjerët, sepse mungesa e vetdashurisë çon në krahazim. Ti mendon që krejt tjerët atje jashtë janë më të mençur edhe më të ditur se sa ti, vetëm ti nuk din asnjë gjë. Krejt kjo është pra nga mungesa e dashurisë së nonës. Kur un kam njerëz në ordinancën time apo edhe online që punoj me ta, i shiqoj një herë mirë cilat janë shqetësimet e tyre, edhe pastaj punojmë me onën e babës, me onën e nonës. Vetdashuria është tema e nonës, pra, si që spjegova tani. Vetë vlerësimi që do di me temën e babës në videon e radhës është pra ta vlerësojmë veten ashtu si jemi. Mos krahazohemi. Pra, gjithçka fillon në shtëpitë tona. Sa më shumë dashuri që japim, aq më shumë dashuri që marrim. Tash paramendo, ti je një nonë e tillë, e kupton fëmin ton, vjen nga shkolla, nga ku ta diun e ku, e merr një kohë, i cakton disa minuta, i lën gjitha punët e shtëpisë, por për fëmijën ton i cakton disa minuta, flet me të, ti në këtë mënyrë e shëron fëmijën ton. Unë po flas edhe nga përvoja e ime personale, private në shtëpi me fëmijët e mi, por edhe nga përvoja me klientë e mi që kam me hipnoze. Në këtë mënyrë pra ndodh shërimi i dy anshëm. Jep dashuri, merr dashuri. Sa më shumë që e kupton fëmijën tënd, sa më shumë dashuri që i jep,
aq ma shumë ke me marë. Unë kur nuk e kam pas friken, si shumë prindër që kanë frikë se a ti doj fëmiju i vetë mjaftueshëm as do t'i doj. A do të më respektoj fëmiju im, a do të më kthej fjallin fëmiju im, a do të më gënjen fëmiju im, a mos po ik me shoqërien e vetë dikon. Unë nuk e kam pas kur këtë frikë. Pse se kam pas këtë frikë kur? Sepse unë ja kam dhënë dashurinë e mjaftueshme. Ndonjëherë, tani nuk po dua të them që ti duhesh me qenë çdo herë vetëm i butë, vetëm me qesh, edhe vetëm me ju shërby. Jo. Ti je një person, e luan rolin tënd si non, por në mënyrën më të vetëdijshme. Kur është puna me qenë adopt, bëhu adopt, amo spjegoja fëmijës tonë pse je adopt. Nëse ndonjëherë e ndjen edhe ti veten jo të mirë, nëse edhe ti ke frikë me u shpreh, bisedoje me fëmijën tonë. Thuaj, hey, unë personalisht, unë kënaqem duke folur me fëmijët e mi. Edhe bile shpesh kërkoj këshilla nga ata, edhe i marr, a e dini sa më ndihmojnë, për Zotin e madh edhe për fëmijës tim të vogël e marr një këshill. Edhe kështu funksionon. Unë ju garantoj që nëse i bëni gjitha ato, ndoshta nuk i kam thonë gjitha ato që dua t'i them, por mos hezito, mos ke frikë edhe të pyesësh. Më shkruaj këtu në komente ndonjë pyetje, ndonjë komentar, ose ndoshta si e përjeton ti, thjesht që të marrë edhe unë mendimet e juve, në mënyrë që t'i preki ndoshta edhe disa tema që nuk kam mujt me i prek, që i harroj thjesht, jo që thjesht sepse kur futem këtu kam aq shumë informacion për me dhonë, por normal që disa pika i harrojmë. Pra, nëse ke ndonjë pyetje, lirisht me shkruaj në koment, por edhe mos harro nëse ke dëshirë për informacione më të thella, sepse do të di pra edhe me videon për babajnë rolin e tij, edhe fëmia, sepse edhe fëmia duhet t'jap dashuri pranë në familje, në këtë mënyrë që të krijojmë një ambient bukur në shtëpi, që të krijojmë harmoni, që shtëpia të bëhet diçka një tempull i rehatisë, që secili person që kthehet në shtëpinë e vet, të kthehet me një kënaqësi shumë të madhe, që shtëpia të jetë një vend ku qetësohet shpirti dhe ku ti mundesh me qenë vetvetja pa pasur nevojë ta luash një rol që nuk je. Pra, nëse ka pëlqyer kjo video, nëse ke ndonjë pyetje, bëj pyetje, shkruaje një koment, një mendim tëndin, pozitiv, negativ, nuk ka rëndësi. Edhe më përcjell, bëje subscribe që mos t'i humbësh videot që do t'i sjell në vijim. Faleminderit që ke marrë kohë me ndëgju këtë video dhe uroj që sadopak kjo video ka bo një klik të këti, uroj që ti do të reflektosh edhe praktikoje, provoje, vetëm për një javë, hiq me gjatë ju. Me kaq unë po e përfundoj dhe miru pafshim edhe shifemi në videot e radhës. Miru pafshim.